Botrori i klubeve i kësaj vere pritet të rrisë akoma dhe më shumë cilësinë infrastrukturore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizatorët e kompeticionit FIFA ka vendosur të dhurojnë $1 milion për çdo qytet pritës, të cilët do shërbejnë për ndërtimin e mini fushave për të rinj. Dhurimi është pjesë e planit të trashëgimisë së FIFA-s për turneun e zgjeruar i cili do ofrojë $1 miliard për klubet pjesëmarrëse, duke përfshirë $125 milion për kampionin. For FIFA, of course, legacy is extremely. Trashëgimia është shumë e rëndësishme për ne në FIFA. Kjo është arsyeja pse po krijojmë këtë fond. Këto shifra do të shfrytëzohen për të ndërtuar fushat e futbollit, por mbi të gjitha për të ndihmuar vajzat dhe djemt që luajnë futboll për shoqatet e qyteteve pritëse. Kompeticioni do zhvillohet në 11 vende të ndryshme në SBA, ndërsa do marrin pjesë 32 ekipe nga gjithë bota. Turneu do fillojë me 14 qershor deri në korrik, duke zëvendësuar në këtë mënyrë dhe emisorët e luksit që ekipet europiane zgjidhin në Amerikën për të zbritur në fushë.